Selam aleikum hoxh, a mund të ma shpjegosh se si do jetë jeta e varrit? Aleikum selam wa rahmetullah. Na ka tregu profeti alayhi salam në hadithet e tij. Pra si që kuptohet prej haditheve të profetit alayhi salam, se në varr njeriu ose përjeton mirësi ose përjeton dënim. Kur njeriu vendoset në varr, i vin dy melajke, i bëjnë pyetjet e varrit. Sepse ne e dim që njeriu është shpirt dhe trup, kështu e ka kriju Zoti i gjithësisë. Kur njeriu ndëron jetë, ndahet shpirti nga trupi. Dhe vazhdon rrugtimin shpirti drejt qiellit. Më pas kthehet pranë trupit. E aty do t'i vinë dy melajke, do t'i bëjnë pyetjet e varrit. Nëse njeriu ka qenë besimtar, ka besu Allahun, ka besu profetin alayhis salam, do të ketë mundësi t'i përgjigjet pyetjeve të varrit. Pyetja e parë, kush është Zoti yt? Më pas, cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Nëse njeriu ka qenë besimtar, do të thotë Zoti im është Allahu. Feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Pra do të ketë mundësi t'i përgjigjet pyetjeve të varrit. E nëse njeriu ka qenë mohues, nuk ka dash me ditë për Zot, nuk ka adhuru Allahun, nuk ka besu profetin alayhis salam, s'ka dash me ditë për urdhrat e Zotit gjithësisë, për porositë e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, atëherë nuk do të ketë mundësi t'i përgjigjet pyetjeve të varrit. Më pas, besimtari shikon vendin e tij që do të ketë në xhenet, përjeton mirësi, kënaqësi në varr. Ndërsa mohuesi përjeton dënim. Shikon vendin e tij në zjarr dhe përjeton dënim në varr, Zoti na ruaj. Më pas ndodh ringjallja, pastaj besimtarët hyjnë në xhenet. Ata të cilët kanë kundërshtuar Zotin e gjithësisë, kanë kundërshtuar profetin alayhis salam, hyjnë në zjarr. Ata të cilët kanë mohuar Allahun e lartësuar, hyjnë në zjarr, Zoti na ruaj.